Nëse njeriu lë veprat pas Ramazanit, çfarë tregon kjo? Nëse njeriu lë veprat pas muajit Ramazanit, kjo mund të tregojë që ky njeri nuk e ka përmbushur qëllimin e agjërimit. Sepse Allahu thonë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni devotshëm, që të kultivoni takuan, të jeni për atyre që i kryejnë detyrat, që ruhen nga gjunahet, pra që i bindën Allahut të lartësuar në vazhdimsi. Dhe nëse njeriu s'ka fituar takua, nuk e ka fituar këtë disiplinë gjatë muajit Ramazanit, kjo do të thotë që agjërimi i tij ka qenë i mangët, që nuk i ka arritur mirësitë e agjërimit, nuk e ka arritur siç duhet atë shpërblimin e madh të agjërimit që e jep Allahu i lartësuar. Pra ose nuk i është pranuar agjërimi si vepër tek Allahu i lartësuar, ose nuk i është pranuar i plot. Prandaj duhet që njeriu të paktën, domethënë të kryejë detyrat e fesë, të ruhet nga gjunahet, e pastaj të ketë një program të veprimit të veprave nafile, se kjo është edhe më e mirë për ta.